Hamasi ka bërë të ditur se është i gatshëm të heqë dorë nga administrimi i rripit të Gazës, duke i hapur rrugë krijimit të një komuniteti teknokrat palestinez që do të marrë drejtimin e rajonit. Sipas deklarimeve zyrtare, ky hap vjen si pjesë e planit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara që synon stabilizimin e situatës në Gaza pas konfliktit të fundit. Grupi militant dhe autoriteti palestinez, përfaqësuesi i njohur ndërkombëtar i palestinezëve, nuk ka bërë publik emrat e teknokratëve që do të përbëjnë këtë komunitet. Burime diplomatike theksojnë se këta përfaqësues nuk pritet të kenë lidhje politike, ndërsa mbetet ende e paqartë nëse struktura e re do të pranohet nga Izraeli dhe SBA-ja. Sipas planit në diskutim, elementet kyçtar në pushimit që hyrin në fuqi me 10 tetor përfshirë çarmatosjen e Hamasit, vendosjen e një force ndërkombëtare sigurie, tërheqjen e trupave izraeli dhe procesin e rindërtimit të Gazës, do të mbikëqyren nga një organ i quajtur Bordi i Paqes. Ky bord do të drejtohet nga presidenti i SBA-s Donald Trump, ndërsa anëtarët e tij ende nuk janë bërë publik. Zëdhënësia Hamasit Hazem Kasem ka bërë thirrje për përjashtimin e krijimit të komunitetit teknokrat, duke theksuar nevojën për zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes. Ndërkohë, autoritetet amerikane kanë raportuar pak përparim në zbatimin e pikave kyçe të planit dhe pse pritet që përbërja e Bordit të Paqes të shpallet gjatë kësaj jave. Armpushimi aktual nisi në ndalimin e luftimeve dhe lirimin e pengjeve të mbajtura në Gaza në këmbim të mira palestinezëve të ndaluar nga Izraeli. Marrëveshja ndodhet ende në fazën e saj të parë, ndërsa përpjekjet vazhdojnë përgjetjen e rikuperimin e eshtrave të pengut të fundit që ende besohet se ndodhet në enklav.